Pra të nderuar shikues, ashtu si që paralajmërova më herët mysafirinë e ditës, të cilin patëm mundësi ta ndjekim edhe në këngën paraprake, është Reshid Salihi, artist folklorist, të cilin sot e kemi në studio. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje për ju, mirë se ju gjeta, ju falenderit për ftesën, që është një kënaqësi shumë e madhe për mua, që të bëjmë pjesë edhe unë tek ju me intervistën që do ta kalojmë, dhe kam pak emocione, mirë po është kënaqësi shumë te televizioni juaj të Koha, edhe Joni, që ne i qytetit tonë, shpresoj që të kënaqen dëgjuesit, teleshikuesit tuaj, dhe ju falenderit pafund. Faleminderit juve që na keni nderuar. Fillimisht të flasim pak për biografinë tuaj, për veprimtarinë tuaj. Po, patjetër. Unë jam Reshid Salihi, vi nga Shqipkovica e Tetovës, Malësia e Tetovës, dhe merrem me këngë, jam mërgjimtar për shumë vite me radhë, dhe jam munduar diçka të bëj disa këngë që më flenë mua në shpirt dhe besoj, shpresoj dhe uroj që edhe dëgjuesit të gjenden tek zëri im, tek këngët e mia. Po, të ju jetoni dhe veproni në Norvegji, ndërka qeni nga Shqipkovica e Tetovës. Po, momentalisht jetoj përkohësisht në Norvegji, u bën shumë vite që jemi në mërgjim, 20 vite kam jetuar në Itali, pastaj në vend që të kthehemi në vendlindje, morëm rrugën edhe më larg pak, edhe shkova në Norvegji, gjithmonë për jetë më të mirë dhe për punë, dhe kështu jam, po. Si filluat ta kultivoni këngën shqipe? Kush e zbuloi për herë të parë talentin tek ju? Talentin tek unë, besoj se shoqëria kulturore artistike, por qish fundi i shkollës i 8 vjeçare, fillimi i shkollës mesme, kam pas dëshirë të jem antar i shoqërisë kulturore artistike që asaj kohe ishte shumë aktive, por edhe nga fëmijëria e dëgjonim kur bënin ushtrimet, këndonin, vallëzonin tek lokalet e shoqërisë kulturore artistike, kështu që duke u afruar dhe thoja se thu do të hi ndonjëherë edhe brenda lokale, se ishte shumë konkurrenca e madhe dhe shumë artistë mirëfill kishte në asaj kohe. Dhe pastaj vazhduat të këndoni shqip, të kultivoni këngën shqipe? Po, në atë kohë kur u pranova si antar i shoqërisë kulturore artistike në fshatin tim Shqipkovic dhe fillova si solist, duke kënduar në duet, në trio, në grup dhe pastaj edhe vallëtar pak, edhe instrumentist me fyll, kështu që këto ishin fillimet që banim në... Po, të flasim pak për repertuarin tuaj. Çfarë këngësh keni në repertuarin tuaj? Si titullohen disa prej tyre? Me qenë se një e dëgjuam fillimisht? Po, unë fillimisht këngët epike do të thotë i këndova, nisa t'i këndoj Shqipkovicës, vendlindjes time. Unë flas për këngët më profesionale, kurse gjatë periudhës si antar i shoqërisë kulturore artistike e Zhivoka të fshatit të Shqipkovicë, ishte në kuadër të shoqërisë, ato që propozonin antarët e kryesisë dhe shoqëria, ato i këndonim. Thash, këndonim duhet në grup ose në trio, dhe kemi qenë aktiv shumë asaj kohe, shumë aktiv në koncertet në Tetovë dhe rrethin e Tetovës, jo më gjarë, por me të vërtet ishim shumë aktiv, pra që punonim me këngë mirëfillta shqipe, shumë publik ishim dhe shumë antarë të shoqërisë. Rinia që u merrte me këngën e mirëfill shqipe asaj kohe. Dhe pastaj, në vitin 1992,
u largova nga vendlinja, por para se me u larguar, si me shoqërinë tonë, kam marrë pjesë në festivalin e parë të shoqërive shqiptare në Republikën e Maqedonisë Veriut në Stru, ku shoqëria jonë, shoqëria Recep Voka, kam mori pjesë me dikëngët e mia. I kam thënë Bilbilit dhe kur merr drapin e shkon me korgru, në duet dhe në trio. Dhe mbas asaj, 1992 u largova nga vendlindja. Por, gjatë pushimeve verore, kur vinim në vendlindje, gjithmonë me shoqërinë, banim një koncert për mikpritjen e bashkëdhetarëve, ku merrsha pjesë edhe unë, me një këngë, me di këngë, me valle, shtu me radhë. Por jo shumë aktiv, pastaj vetëm në periudhën pushimit që i kishim një mujore, 20 ditorëshe, kështu që u merrshim edhe me këngën në pushim. Pastaj jo. Kështu që 30 vite nuk jam marrë vazhdimisht me këngën ose me muzikën. Gjatë pandemisë, që ne kishim periudhën e pandemisë, koronavirusin, që u blokua bota, me një fjalë me thonë, dhe thash, pse mos e ta këndu një këngë për vendlinjën, se atë vit nuk erdhëm në pushime, se ishte shumë delikate të vish të udhtosh gjatë kohës pandemisë. Dhe më lindi ideja një këngë më profesionale, me videospot e para, pas një pushimi gjatë që e bëra, Shqipkovica e Recep Vokës, që është në kanalin tim YouTube-s, dhe nga jo nisa u bon gati thuese 9 videoklipe. 9 videoklipe me bashkëpunëtor të ndryshëm të këngë lirike, epike dhe këngë për dëshmorët. Me një fjalë më shumë këngë lokale ose themi që atë që kam gjej në shpirt ose mallë që kam pas për vendlinjen dhe për rrethin toa. Kështu vazhdimi ishte për këngën. Repertuarin tuaj. Pra e keni kënduar edhe vendlindjes, Shqipkovicës, Tetovares. Po, Shqipkovica e Recep Vokës është një këngë që me tekst nga unë. Unë mundova të bëj një tekst dhe me di orkestrusët që të shumtën e këngëve kanë bërë orkestrusit nga Prishtina, që është Frizoj Rasin, ti përshëndes, është studio Alfron Media dhe me di orkestrusit shumë të mirë, di maestrot Muhamet Selimi dhe Driton Fazliu, dhe në bashkëpunim me vlezrit Sejdiu këtu nga Tetova, që bashkëpunoj edhe sot e kësaj dite me regjina atine gjatë videoklipeve dhe video incizimin kamermani Jetmir Sejdiu. Tjetër, të më thënë, me kë keni bashkëpunuar për këngët e juaja? Po, mos haroj se edhe bashkëpunim edhe me Gjem Buqin nga Shkupi, një folkloristi, një maestro i jashtëzakon shumë i mirë, që e kemi ma ka bërë orkestrimin e këngës Bie Lashte i Liridës, që i dedikohet qytetit tonë Tetovës, me tekst të autorit, të kantautorit ose rapsodit të Mirfilt nga Malësia e Shkodrës, që nuk jeton sot, rapsodi Salimani, që edhe frymëzim e kam pas gjatë gjithë këngëve të mia dhe inspirim që ka qenë një rapsod që shumë ja kam dashur këngët e tij dhe e zgjodha pikërisht nga dy librat e tij, këngën Bie Lashte i Liridës, që ja dedikon qytetit tonë Tetovës. Dhe kolegët, kam kolegun Kadri Selmani, që e kemi një këngë me tekstin tim,
du me të pa i dashur vlla, kështu që njëri vlla në gurbet, në mërgim, dhe tjetri në vendlindje, dhe bie malli për vllaun, për familjarët, pjesën e familjes që jetojnë në vendlindje, dhe titullova du me të pa i dashur vlla që e këndojmë, mendoj se bukur, dhe me orkestrim të orkestruzve nga Prishtina. Dhe ka edhe këngë tjera, Malsore Sharjane është teksti im, i këngës, dhe O moj tetovare bukur gjithashtune, me tekstin tim, por bashkëpunoj edhe me tekst shkrues tjerë. Këngën e fundit që sapo e dëgjuam në emisionin tuaj, është Më faloj nan, është një poetit vlonjat, poetit dashur që edhe një njeri shumë i mrekullueshëm, e ka shkruar tekstin e kësaj këngë që e pëlqeva shumë. Edhe tjerët tash s'm kujtohen gjithë, po... Pra këto janë bashkëpunimet të cilat i keni bërë ndër vite. Megjithatë, prej gjithë repertuarit tuaj, cila këngë më tepër ju pëlqen? A mund të bëni ndarjen e këngëve apo jo? Po, që i keni më të preferuar? Unë gjitha këngët më pëlqejnë të mia, e fundit ndoshta pak më shumë pse i dedikohet nanave. Ndoshta është dasht nga fillimi pas këngës Shqipkovita Regjevokës i dedikohet nanës, mirë po lindi ajo tash ka fundi. Do të thotë kënga më e reja imja është balada për nanën. Më pëlqen ajo, më pëlqen gjithat. Pastaj unë nuk e kam menduar se për këto 5 vite, jo të plota, për 5 vite, nga pandemia, sa i bie 5 vite, nuk e kam menduar se do të realizoj gjitha këto videoklipe që janë nantë. Unë thash ta këndoj vetëm një këngë vendlinjës, po pastaj gjitha ato shoqëria, gjitha artistët, bashkëpunëtorët, rëshit, po ti pse s'ke kënduar, pas ke zanin që mund ta dëgjojnë pastaj edhe me shumë komente nga dëgjuesit, komentet bukura që të inspirojnë, të motivojnë për të vazhduar, kështu që e vazhdova. Po në Norvegji e kultivoni këngën shqipe? Keni aktivitete që ndërmerrni atje me shqiptarët? Në Norvegji ka disa aktivitete, jo shumë, po ka, kështu që kur na thirrin ne edhe atje këndojmë diçka, po, nga repertuari i këngëve të mia. Të flasim pak për planet që i keni për të ardhmen, keni plan të bëni ndonjë këngë të re? Po, shpresoj që po, tash me një këngë mund të vijë e radhës me bashkëpunim me vëllezërit Sejdiu që do jetë kënaqësia ime të këndoj, se ato janë di bilbilat e Pollogut, e Malësisë tonë, Malësisë Sharit, që ka një repertor shumë gjanë, 5 dekada, 50 vjetë, do të thotë janë, me ato mund të realizojmë një këngë, por jemi në bashkëpunim, ta shikojmë se ku do të arrijmë. Edhe diçka tjetër, po sakt nuk mund të... Nuk e keni precizuar ende. Çfarë porosie do të kishit për të rinjë që duhet të merren më shumë me folklorin, ta kultivojnë këngën shqipe? Unë them që është më mirë të kultivojmë këngën e mirëfill shqipe, këngën tonë të bukur shqipe, të gjuhës të bukur tonë që na e ka falë Zoti, një gjuhë të bukur jashtëzakonisht që mund të shumë vargje, shumë fjalë, shumë këngë të bukura të lindin nga gjuha jonë, dhe ta provojnë. Kush ka zot bukur, kush merret me instrumente, është shumë kënga e bukur e jona. E pastër, kështu që edhe na identifikon që jemi shqiptar, pse mos merren me këngën tonë. Të flasim pak edhe për mirënjohje që i keni marrë, për punën tuaj që i keni bërë. Po, unë tash periudhën e fundit, nga pandemia pra, po kam marrë mirënjohje si nga Top Estrada, po ta shfrytëzoj rastin që të përshëndes të stafin e televizionit Top Estrada, që edhe atje kam bën një emision plot që ishte kënaqësia ime të bëja pjesë në Oda nga Tradita të Top Estrada TV, si gjithë rapsodët të gjitha trojeve tona, gjithë këngëtarët,
dhe e realizojmë edhe një emision që e ruj në kujtim të bukur që është. Ati ka marrë mirënjohje dhe nga shumë radio online që ne mërgjimtarët i frekuentojmë ato radiot që janë me të vërtet filta shqiptare që e kalojmë kohën. Edhe ati kam marrë pjesë, kam kënduar në një radio, kam marrë mirënjohje, po, nga karnevalet i lire të fundit, tash që isha mora pjesë edhe unë në karnevalet e fundit, në edicionit e 18 që nuk kam marrë asë njëherë, se në pranverë, asë jesëm ka rastit jem në vendlinje, kësaj radhe, isha pjesë edhe e karnevaleve i lire, që gjithmonë do të harrojnë kujtim, pjesëmarrja e bukur. Mendoni që ndonjëherë të ktheheni në vendlinje dhe të vazhdoni të kontribuoni këtu? Unë mendoj se po, se ne nga këtu jemi rritë, kemi lind dhe jemi rritë dhe çdo mërgjimtare ka ëndër që të kthehet në vendlinje njëherë. Gjithashtu edhe unë mendoj. Sa do na jepet mundësia, nuk e di, por unë mendoj se gjatë pensionimit më shumë do të kemi kohë, edhe për këngë, edhe të jetojmë këtu, edhe më pak të kthehemi tek fëmijët, atje të vizitojmë nga pak, por më shumë do të uroja që t'jem në vendlinje. Të flasim pak edhe për periudhën kur keni qenë pjesë e shoqërisë kulturore artistike. Po, edhe ajo një pjesë shumë e bukur, me shumë emocione. Si quhet shoqëria në fakt? Shoqëria kulturore artistike Recep Boka e fshatit Shqipkovic. Që ajo më ka dhënë një frymëzim dhe kujtimet gjatë periudhës kur kam qenë antar i shoqërisë kulturore artistike, që jam edhe sot, po më pak funksionon se janë larguar gjithë nga shumë të rinj largohen për jetë më të mirë, ose në qytet, ose edhe në mërgjim. Unë kam kujtime shumë bukura që si solist, si valltar dhe si antar që shumë krenar isha kur merrnim pjesë në koncertet në Tetovë pikërisht, edhe në gjithë rrethin e Tetovës. Në shumë fshatra kemi mbajtur. Jo jashtë, se nuk i kishnë ato mundësi. Megjithatë, folëm edhe për planet që i keni për të ardhmen, ne urojmë që kur të keni ndonjë klip tjetër, sigurisht që të vini ta promovojmë bashkë edhe në emisionin tonë, edhe për bashkëpunimet e tjera të cilat ju i keni. Nëse haruam që pyesim diçka, do të ndonjë përshëndetje, ndonjë apel për në fund? Po, çka të them, unë do t'i përshëndes gjithë teleshikuesit tuaj që është TVKH, mërgjimtarët po se po e dëgjojmë se është një dritare që na e sjell vendlinjen atje në mërgjim dhe e dëgjojmë ne. Unë do t'i përshëndes të gjithë dhe suksese juve pa fund. Faleminderit shumë. Për televizionin tuaj, televizionin tonë që është nga qyteti jonë i dashur Tetova. Faleminderit shumë që na nderuat dhe ne ju dëshirojmë shëndete dhe shumë suksese në karrierën tuaj të mëtejme. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe suksese me respekt juve pa fund. Sukseset që ndjekin dhe ne të kënaqemi duke ju shikuar dritaren tuaj të TVK-s. Faleminderit shumë edhe një herë. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin në studio dhe temën për të cilën sot kemi folur, ndërkaq vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi pas pak.